shkojmë me thonjën e tretë dhe të fundit nga Sheikh Ibn Bazi, i cili thot kështu, domethënë tema është zilia, sëmundjet që dëmton vetë ziliqarin. Ka thënë Sheikh Abdulaziz bin Bazi, Allahu e mëshiroft. Zilia është që njeriu të dëshiroj largimin e begatis nga vëllau i tij musliman, qoftë ajo begati në fe apo dynjë. Kjo është kundërshtim ndaj asaj që Allahu e ka caktuar dhe ndar mes robërve të tij. Gjithashtu është zullum i ziliqarit ndaj vetvetes, sepse besimi i tij paksohet për shkak të zilisë dhe i sjell telashe vetes përmes të cilave e shkatron atë vetveten me një shkatrim të shpejtë. Wallahi ne do gabimet mëdha, se ba mubikat, për shembull, janë 7 gabimet mëdha. Shpesh herë nga përmend, ama zilia nuk kanë këto gabimet mëdha. Nuk e ka përmend më Islam. Ju të fol për mëkatet e mëdha. Po mëkatet, të mëkatet e mëdha, gabime. Po. E tash azilia është mëkat i madh. Shumë mëkat i madh azilia. Zilia e shkatron familjen, e shkatron familjen tjetër, e shkatron njeriu. Aq keq bën ata sa që ndoshta ndonjëherë ata thonë, po më mirë ma gjitëm kishin bën sa që më xhelozojnë. Ama ne folëm pak më herët. Ne nuk bën mu bën protagonist të njerëzve me na pas zili. Në dy raste leo zilia. Në dy raste. Rastin e parë nëse ti je shumë i ditur edhe shumë student i mirë, edhe unë kam zili ndaj teje edhe mundona me ta shku. Lejohet edhe shumë parë të jep. Për feje, për kambe, për familje, për mahalle, për qytete, për lagje, unë mundona me ta shku. Omer radiallahu anhu kur hinte Muhammed Islami thot, çka kemë dhënë ti për këtë popull, për këtë fejë, thot 50% pasurisë. Ama kur para se me dalë, tha, po, shallah, që më të regon e Bubekri Sega, tha, krejt e la. A jam i qartë. Në këto raste, leo zilia, për ndryshën të gjitha raste tjera haram ndalume. Edhe shumë o keq, thot Zoti, em jahsedune nase, ala ma atahum Allahu min fadli. Apo bëni zili në të mirat e Allahu që ka dhënë njerëzve? Nuk ka lejuar kjo. Diçka shumë e keq. Do të thonë për njerëzit që janë ziliqarë katastrofë. Pse beti me më xhelozon veturën që e kam blej mu? Pse me xhelozon patikat, me xhelozon kundrat, me xhelozon orën, me xhelozon unazën, ku e di unë? Me xhelozon flokt. Thonë, disa herë më thonë, edhe ti me çfarë ngjire i mban flok? Jo be thamë çto i kam flokët e mia. Natyral. Po e kam hetu që do, ku e di, që si kanë të shtatë mira, xhelozojnë flokët. Ju vini nati. Po nuk kanë rregull. Po thash, rreni barase një ditë kam më bo qele dhe unë, knaqëni pastaj. Si të lujt ama. Jo, si shembull po të si. Po. Dikush xhelozon se i ki shtëpinë të mirë, ose ai që i tregon shtëpinë. Apo oti edhe në trupin të xhelozon. Dikush është pak më i tras, dikush është më i holl, dikush ku e di tash Zoti është ai i cili i ka përcaktuar këtë çështje. Ne mund me e lujt lojen me rregulla. A jam i qartë, me rregullat e para në Kur'an dhe Sunet, ose me ata rregullat tjera që i kanë vendos njerëzit për njerëzit. Në momentin që i te i kalon edhe kufijtë e Zotit, edhe kufijtë e njerëzve, ballafaqohesh me probleme. Ama ne te i kalojmë këtë rregull. Nuk mundesh ti se zëllën të mirë që të ka dhënë Zoti me shpalos me tjertë. Nuk guxon, nuk ban. Ju e keni dëgjuar historinë e Jusufit alayhis salam. Kur ja tregoi babës vet ëndrrën. Ëndër të mirë. Po ëndrrën e mirë, ama çka i tha babë? Tha mos e trego. Mos ta trego vëllezërve. Vëllezët nga nana dhe nga baba. Edhe nga fe, edhe nga kombi, edhe nga me një mahall, me një shtëpi. Çka duhet me po ziliqari? I tregoi ëndër çka i ndodhi. E morën vëllezërit e vet, e morën ato me filozofinë e tyre likvidone, e vranë Jusufin, e hodhën në bunar, në pusë atje dhe ato e dishin që ka vdek. Ama Zoti e shpëtoi. Pse? Nga zilia, nga xhelozia. Sa ai ku ka më arritën, jo. Por atë shkak njeriu e xhelozon ai që e njeh. E ti, shembull, nuk njeh çfarë të mira ke. Pse ti shpërndan nëpërmjet rrjeteve sociale do të mira që unë si kam?
Në këtë kohë, bile në këtë kohë, kur kemi lloj probleme. Aq bota u ka bo si një fshat i vogël. Kretë informatën dhe vinë më njerë. Kohë e fitneve. Po kohë e fitneve, sproveve, e padrejtësisë, e zullumeve, luftrave të padrejta e... Qka të dush thuj, ta mama. Edhe tash në këtë kohë nuk bën ne me shpalos. Me shpalos të mirën që Allah të ka dhonë, se pastaj vjen të problemi ose të zilia. Ziliqari hoç, se ndodh që e kap zilia për dikan. Çfarë duhet me bon në qatë moment? Ai ziliqarja? Pa dhe? Ziliqari me thonë audhu billahi min ash-shaytanir rajim. Se nuk mund zilia, pak dush me dash vetë dhe pak shejtanin të ndihmon. Pa dhe? Audhu billahi min ash-shaytanir rajim. Çka thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad. Rujuni nga zilia, sepse zilia i han veprat e mira, sikur zjarmi që i djeg drunt dhe i han drunt. Veprat që i ki bon. Po. Para Më mendoj ti, rrezikshme kanë. ai zjarmi ti 100.000 kubik drumi i pas. Pa dhe? Zjarmi i djeg, nuk ndalet. Edhe ne, edhe e ke falë sabajnë, sa të dash për xhamie e xhelozon ti ka. Be pse e ka shtëpinë e mirë. Çfarë veture. Disi... A që dush me pas mendim demek? Pa, që... Shqyrve që e ka... Shembol... Këna ndëgju që, dikush e ka i ka një djali vogël, një vajzë vogël, edhe vinë e takojmë në ma djalin e vogël, edhe themi, masha Allah. Se ndonjëherë, ti mundesh me marrë mësish. Çka mësishi? Zili. Ndonjëherë ti për të mirë e ke, o sa i bukur kana, o sa i mirë kana, ama nuk thu masha Allah. Edhe e merë mësish. A mos flasim kur e mendon kjo, sa djalin e mirë paska, kitë penjë që i paska. Kitë djalin jam kur zënë, dhe disi dishon zemër negativisht edhe e merë mësish, ose më një aspekt e shkatron. Allah i në arrujt ishë. Zilia. Po zilia. Allah i në arrujt për kësej. A do me thonë, këtë që i kanë punë të këtë që i bëjnë zili. Vallaj po. Edhe nuk përmisohet. Vallaj po, të gjithat mira që i kanë bon, ju djegën. Kja gjëruni muj. Po, si ai zjarmi që i djek edhe zilia i harxhon, i shkatron veprat e mira që i kanë bon. Se që harum mu nalë, shebin bazi që ka thotë. Ma shumë i ban vetës damë. Se a i zinë mrejnë. Po e së rahate nuk zë gjumi. Kur ta këshish kolesteroli, sheqeri kanë hip. Po. Në spital. Spital, në me thonë, si bon e dama ti shumë. Në spital e para, me zemrën kemë pas problem. Me gjakën kemë, me sheqerin kemë problem. Me shtipin kemë pas problem. Në me thonë shumë ti mirë. Ti para se me bo keq mu vetës kemë bo. Shumë normale.